TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të dashura, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Jemi në një stin të veçantë festash dhe ne po përpiqemi me stafin e Shpresë për ty të ndajmë me ju disa përvoja nga jeta jon, që mbartin me vete edhe mesazhe për t'ua bërë më të bukur festën juve dhe për t'ju inkurajuar. Ashtu si në programin e kaluar, në fakt si në çdo program, Denën e kam në studio. Përshëndetje Arta, edhe gëzuar festat për të dyja vajzat që kam në studio dhe për gjithë ato mikesha që janë duke na dyshuar. Edhe kam edhe vajzën tjetër, Ledin, që është drejtuese të TWR Albania. Përshëndetje gjithëve, faleminderit për ftesën Arta. Në programin e kaluar që folëm për Krishtlindjen, bëm disa pyetje, ndam disa eksperienca dhe Dena ndau me ne edhe historinë e Krishtlindjes, që është vërtet një histori shumë e veçantë. Në këtë program do të vazhdojmë të flasim për Krishtlindjen, por jemi në prag të vitit të ri, kështu që do të ndaj me dëgjueset edhe një urim për vitin e ri. Do të filloja me një pyetje që e kam planifikuar edhe që do doja që ju të ndanit eksperiencën tuaj. Si ka ndryshuar Krishtlindja për ju? Në fakt, pyetja ime ishte nga fëmiria deri tani, por ka të bëjë më shumë me idenë kur ishit të pashpëtuara dhe tani që njihni Krishtin, si ka ndryshuar kuptimi i saj. Për shembull, unë mund të ndaj nga përvoja ime, nuk është se dua që edhe pyetjet i bëj vet, edhe përgjigjem vet, po do flisni edhe ju, po duke qenë që e kam përjetuar Krishtlindjen edhe si jo besimtare, edhe si besimtare. Dhe doja të ndaj eksperiencën time në lidhje me ndryshimin që kam parë kur e festoja Krishtlindjen kur nuk isha besimtare. Në fakt në ato periudhë unë kam qenë në Amerikë dhe ishte, si thua, kontakti im i parë me festimet që bëheshin për Krishtlindje. Ishte si diçka komerciale që kishte të bënte për dhuratat, kishte të bënte me dhuratat dhe unë duke qenë se në natyrë kam që më pëlqen të bëj dhurata, është një nga gjuhët e mia të dashurisë. Mezi e prisja atë si fest sepse kisha një buxhet të palimituar për të blerë dhurata. Bëja pemën e Krishtlindjes që në datën 1 dhjetor, bëja gati dhuratat për secilin, i vija poshtë pemës, bëja një fest të vogël me disa shqiptare të tjera që kishin fëmijë të vegjël nga një dhuratë për to. Por realisht nuk është se isha thelluar ndonjëra, apo kisha ndalur të mendoja se çfarë është kjo fest në të vërtetë. Unë mendoja që siç kemi ne në Shqipëri vitin e ri, amerikanët kanë një fest që e bëjnë në shtëpi dhe e mblidhen gjithë familja. Por jo që të ndalesh, atë mendoja thellësisht. Kur u ktheva në Shqipëri, vitin që jam kthyer, kam pranuar Krishtin, atëherë Krishtlindja mori përmasa krejt të tjera. Edhe unë e kuptova që kishte të bënte me dashurinë. Pra na ishte dhënë një dhuratë që ishte shpëtimtari dhe kishte të bënte me dashurinë e tij për ne. Pra dashurinë e Perëndisë për botën, që e deshi aq shumë sa dha birin e tij të vetëm lindur. Pra mori një kuptim shumë më të thellë. Nuk e di për ju si ka qenë, duke krahasuar pra periudhën kur nuk e njihnit Krishtin me periudhën më pas. Në fakt për mua, duke qenë se jam rritur në ateizëm, nuk është se e kam njohur shumë festën e Krishtlindjes. Në kohën tonë ka qenë vetëm pema e vitit të ri dhe jo pema e Krishtlindjes. Edhe, dhuratat që na bënin prindrit në datën 1 në të gdhir, kështu që realisht nuk është se ka pasur një Krishtlindje në fëmijërinë time. Ndërsa mbasi kam njohur Krishtin, kur i kam besuar atij, kam filluar të hulumtoj dhe të kërkoj se çfarë traditash mund të themelonim si familje e re, mbasi u martova me tim shoqe dhe fëmijët po vinin. Dhe një nga gjërat që ne kemi bërë është që kemi lexuar historinë e lindjes së Jezusit tek të gjithë ungjillit. Mateu, Marku, Luka, Gjoni, dhe jemi munduar të përjetojmë atë kohë, situatën se kur lindi Jezusi dhe si ishte. Pastaj kemi bërë biskota Krishtlindje me vajzat, edhe to pak a shumë. Jemi munduar që biskotat e Krishtlindjes t'i përdornim si një mjet për të vizituar gjyshrit, të çonim atyre ca gëzim dhe ëmbëlsira. Edhe kur ishin vajza të vogla, kemi bërë edhe nga një shfaqje të vogël, ato ose recitonin vjersha Krishtlindje ose këndonin këngë Krishtlindje të dyja bashkë. Po ti Dena,
Isha duke menduar, njësoj si Ledi, nuk jam rritur në një familje ateiste, po jam rritur në një familje ku besimi është i ndryshëm nga që kam tani, që besoj Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, edhe ne, Krishtlindja ishte një fest, po themi si të gjitha festat e tjera gjatë vitit, ku mund të kaloje një kohë të këndshme. Mund të kishim një darkë deri diku ndryshe, pastaj ishte në prag të vitit të ri, kështu që ndërkohë pema ishte vendosur, dhuratat ishin poshtë pemës, ato dhurata tipike të asaj kohe, nuk e di, portokalla, ramoll, karamele brenda, po. Në të lombace, po ishe me fatë. Sot e arritur çmimet, kështu që shpresoj të gjejmë poshtë pemës. Kështu që, po, ishte një fest si gjithë të tjerët pa ditur në të vërtet kuptimin e saj real, edhe të gjithë shpresën e madhe që mbante. Unë jam një njerëz që dhe sot e kësaj dite i shijoj jashtëzakonisht dritat, edhe jam një person ndërrimtar që më pëlqen të shijoj, po themi dhe këto që i konsiderojmë janë efekte komerciale sot, por gjëja më e rëndësishme është kur kujtoj shpresën e madhe që kam unë dhe familja ime që besojmë në Zotin dhe arsyen pse Zoti Jezus erdhi në këtë botë që është për të na shpëtuar edhe për të na dhënë përbashkësi me Atin. Dhe pastaj pse jo, le të gëzojmë edhe me drita, edhe me dhurata, edhe me të qenë dhe të jemi pranë njëri tjetrit. Por që po, si e vogël nuk mbaj mend po themi një traditë tipike që ne bënim për Krishtlindjen atë kohë. Ndërkohë tani, një nga traditat që për 11 vjetësh ndjekim, familjen tonë është të pasurit një kohë me kishën ditën e Krishtlindjes për një drek, që bëjmë për gjithë personat që kanë ardhur për dëgjuar për lindjen e Krishtit atë ditë, dhe pasaj kemi një tërheqje me disa po antarët e kishës që shkojmë për një darkë dhe kalojmë një natë së bashku për Krishtlindje diku jashtë Tiranës. Kështu që po, kemi një traditë shumë të gëzueshme, edhe gjithmonë duke kujtuar njëri tjetrit se sa e rëndësishme është të mbajmë personazhin kryesor të ditëlindjes, personazhin kryesor. Në fakt po mendoja që ne të treja realisht jemi në shërbes dhe jemi në kontakt me njerëz dhe me hirin e Zotit kemi bekuar shumë, ashtu sikurse edhe jemi bekuar prej tyre. Pra Zoti na ka përdorur, por ka përdorur edhe njerëzit e tjerë për të na bekuar ne. Por mendoni që në shoqërinë moderne është bërë tepër komerciale? Si e mendoni këtë pjesën? Në shoqërinë moderne kam përshtypjen gjithçka ka tendencën të bëhet komerciale. Nëse mendon për çfarë do lloj feste gjatë gjithë vitit, patjetër bizneset do ta përdorin atë për të bërë reklama, për të rrjedhur klient, për të bler gjëra. Kështu që Krishtlindja nuk ka shpëtuar, po themi, nga kjo gjë. Rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë ndikimi i jashtëzakonshëm. Ti mund të shikosh përpara dhjetorit ose si reklamohen tani më fustanet që ti duhet të kesh për Krishtlindje, që duhet të jenë vishnje, velvet apo nuk e di. Domethënë gjëra të tilla ose ndoshta fotostudiot, cilat bëjnë fotografi, nxjerrin çifte të veshura shumë bukur, familje të kuruara kaq tepër dhe thonë, "Hey, e dua diçka të tillë edhe unë." Apo zbukurimet që ndërkohë reklamohen pafundësisht, kështu që patjetër që bizneset bëjnë më të mirën e tyre për të sjellë produkte që tërheqin me shkëlqimin, por që nuk mbartin kuptimin e vërtet dhe ne duam të theksojmë kaq shumë sot, mendoj të treja, kush është kuptimi i vërtet i kësaj feste të mrekullueshme. Do ishte mirë në fakt që të krishterët i përdornin rrjetet sociale për të promovuar atë që vërtet duhet të promovohet, ditëlindjen e mbretit të mbretërve. Në fakt, ndërsa ishim duke diskutuar për këto gjëra, një pyetje që kisha menduar herën e parë Dena ndau lindjen e shpëtimtarit në një grazhd, cila pjesë e rrëfimit të lindjes së Jezusit ju prek më shumë personalisht dhe pse? Ledi mendoj që ishe gati për të përgjigjur kësaj pa e mbaruar unë pyetjen. Në fakt për mua Arta ka qenë pjesa kur ëngjëjt u shfaqen barinjve. Dhe fjala e tyre e parë është mos druani, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar. Po ju lajmërojmë një gëzim të madh, thonë ëngjëjt. Dhe ata ku shkuan tek barinjt, dhe më të thjeshtët, ata që rrinin në përfusha natën, edhe për mua kjo fjala mos druani ose mos kini frikë është një gjë që gjithmonë më jep inkurajim, se Zoti është aty, edhe pjesa tjetër është që Jezusi u quajt Emanuel, Perëndia me ne, që do të thotë që Zoti është gjithmonë me ne, jo vetëm për Krishtlindje, por çdo ditë të vitit, sepse një nga premtimet e tij në Bibël është unë jam me ju të gjitha ditët.
s'kam për të lënë as për të braktisur. Kështu që kjo është një nga gjërat më të mrekullueshme që Jezusi në një farë mënyre erdhi dhe u bë mish për të na pajtuar me Perëndin. Ai u bë ura, e ishim të ndarë njeriu, mëkati na kishte ndarë njeriu, qeniet njerëzore nga Perëndia i plotfuqishëm. Dhe Jezusi duke ardhur në formë njerëzore, u bë njeri, eci në tokë, vuajti për ne dhe pagoi dëmin e mëkatit tonë në mënyrë që të bëhej një urë për të shkuar ne tek Ati. Kjo është një nga gjërat më të mrekullueshme që ne kemi pajtim me Perëndin. Ne mund të shkojmë pa një prift ose pa një hoxh tek Zoti vet, sepse Jezusi u bë ndërmjetësi ynë. Dhe ai ndërmjetëson edhe sot për ne tek Ati. Po. Si e shprehim dashurinë realisht për te i dhuratave? Çfarë mund bëj secili prej nesh që Krishtlindja të jetë më kuptim plot për të tjerët? Siç e thash pak më parë, ne Zoti na ka përdorur në shërbes dhe gjithmonë kemi qenë në kontakt me njerëz. Dhe na ju drejtoni një kish bashkë me Marcelin, Ledi drejton të W Albania dhe është duke punuar realisht me gratë e donuara. Pra, si e shprehim dashurinë realisht për te i dhuratave? Dashuria është të bësh jetën me njerëzit, të kalosh kohë me ta, edhe mendoj të gjithë janë thirrur në kish për këtë gjë. Nuk është, po themi, vetëm një privilegj apo detyrim vetëm i pastorit për të gjithë trupit të Krishtit, që është thirrur për të qenë prezant aty, për të gëzuar bashkë, për të hidhëruar bashkë kur ka momente që mund të jenë vështira për dikën në kish. Kështu që kaq vite besimi që kam, nuk di se si do mendoj më vonë, por në këto vite kam kuptuar që dashuria është të dëgjosh edhe të jetosh bashkë me të tjerët në momentet që janë duke kaluar në çdo etapë të jetës tyre. Edhe kur rrim si një trup, kemi fuqi shumë më shumë. Ndoshta mendojmë që një person i vetëm, qoftë edhe drejtues kishe, mund të na ndihmojë. Çfarë kam vënë re është kur është trupi gati, në fakt njerëzit ndihmohen shumë më shumë. Kështu që nuk e di, ky është mesazhi më i madh që kam marrë unë gjatë kësaj kohe. Dashuria është të rish bashkë, të kesh unitet në Zotin. E unitet nuk do të thotë gjithmonë të mendosh për gjithçka njësoj, ndonjëherë mund kemi mendime të ndryshme, por në paqen e Zotit Perëndia mund të bëjë që të sjellë këto që të vinë në diçka të përbashkët për mirë, le të themi. Kështu që jemi të ndryshëm por në unitet. Pra nxitja e unitetit Nxitja e unitetit është një formë diçka që vërtet shkon për te i dhuratave. Po. Nuk blihet dot. Inkurajimi që të gjithë kanë rëndësi për Perëndin njësoj. Le të themi që njerëzit mendojnë ndonjëherë personat që mund të jenë në poste drejtuese, ndoshta më shumë kjo është kulturore, le të themi dhe në administrat apo në biznes, kush është po themi në krye të asaj gjë di më tepër, di si bëhen gjërat, edhe vetëm tek ai person mund të marrësh këshillën e duhur. Ndërkohë që Perëndia i ka dhënë secilit një lloj aftësie të ndryshme dhe të gjithë ne duhet të vendosim në funksion të njëri tjetrit këto të mira dhe këto dhuntish kemi marrë dhe vetëm kështu mund të jetë bukur. Po në fakt duke vazhduar në linjën e Denës, një nga gjërat që ne duhet bëjmë është të shërbejmë me atë çfarë ne kemi, secili nga ne ka nga një aftësi të veçantë. Dikush mund të jepet për shembull për të vizituar njerëz, për të kaluar kohë me ta. Dikujt tjetër për të bërë diçka me duart e veta, një kraft, një pundore dhe për ta dhuruar. Dikush tjetër mund dhurojë një kohë, ose nuk e di, talentin e vet që mund të ketë. Dhe duke vazhduar në këtë linjë, le që të dhurojmë dashuri të gjithë njerëzve që ne kemi afër, se Perëndia i ka sjellë në rrugën tonë për atë kohë. Se varet, çdo kohë ne mund të kemi njerëz të tjerë, por të paktën për kohën e Krishtlindjes, ata njerëz që Perëndia ka vënë rreth e rrotullteje, mundohu t'i japësh dashuri, t'i japësh çfarë ti ke që t'u tregosh atyre dashurinë e Krishtit. Tani dua të bëj një pyetje personale. A jeni tipi që e zbukuroni shtëpinë herët apo e lini në minutën e fundit? Në fakt sa për mua o Arta, kam kohë që nuk e zbukuroj më shtëpinë. Ledi. E zbukuron vajza e vogël, ajo fillon madje që në festat e nëntorit, do nxjerri bredhin, do nxjerri globa, drita, do t'i vëri kudo zbukurime në çdo dhomë. Edhe duke qenë shumë ngarkuar me të drejtën nuk kam kohë, por megjithatë kur shikoj dritat në pemë, dritat më japin gëzim, kështu që jam mirënjohëse Zotit që ajo është aty dhe mund ta bëj atë me aftësinë dhe dhuntin që ajo ka për ta bërë.
Në fakt unë po përfitoj nga rasti këtu që të ndaj me gjuset diçka që mund t'i ndihmoj, besoj që mund t'i ndihmoj, sepse sot pemët e vitit të ri janë shumë të shtrenjta, realisht. Dhe unë vitin e kaluar, duke qenë që nuk kisha mundësi ta blija një pemë të re dhe ajo që i kishin rënë degët pas shumë viteve, atëherë unë e bëra me 3 shkopinj, i lidha bashkë me njëri tjetrin në një kulm, dhe i rrethova thjesht me shirita dhe me zbukurime dhe me drita, dhe doli një gjë që e transmetonte ngrohtësinë e Krishtlindjes realisht. Edhe shumë e personalizuar. Dhe shumë e personalizuar. Disa zbukurime, disa shirita me ngjyra, edhe disa drita në disa kënde të shtëpisë mbi kornizat, por nuk është se kisha një pemë të madhe. Kështu që nuk do të thotë që duhet të shpenzosh shumë për të bler pemën. Mund të asajosh edhe me diçka që ke në shtëpi. Me lulen e shqiponjës. Mund të vësh drita dhe ndihet atmosfera. Gjithsesi, thjesht ideja e dritave që lidhen varg e japin këtë atmosferë. Nuk e di, për ty Dena, kur e zbukuron? Dhe me thënë, nuk do doja, nëse do ta provoja unë, pak po e sigur që nuk do dilte aq e këndshme sa të ka del ty, sepse ti je një person që je shumë e mirë me pjesën e punëve të dorës në përgjithësi. Kështu që mund të realizosh gjëra të mrekullueshme dhe të personalizuara shumë bukur. Ne në shtëpi e vendosim herët zakonisht. Pemën, jam person që në fund të nëntorit tipikisht vendos zbukurimet. Kështu që i dua shumë ngjyrat, dritat, e më lejon pak të ëndërroj. Kështu që i pëlqej. Herët. Në fakt mua më pëlqen ta mbaj gjithë vitin. Nuk më pëlqen fare që ta heq. Edhe një varg me drita i kam lënë i mbaj ndezur gjithë vitin. Shumë bukur, po. Kështu që është, siç e thash, për ne të krishterët duhet të jetë Krishtlindje çdo ditë. Gjithë vitit fiks, po. Që gjithmonë duhet të kujtojmë se çfarë ka bërë Jezusi për ne, që erdhi tek ne. Besoj që pak nga pak minutat, pavarësisht se ne kemi dalë nga korniza dhe nga formati i zakonshëm, po gjithsesi minutazhin është mirë ta respektojmë, duke qenë se jemi në prag të vitit të ri. Edhe gjithmonë kur vjen viti i ri, kalon dhe Krishtlindja, po në prag të vitit të ri ne bëjmë me mendjen tonë një bilanc të vitit kaluar, çfarë kemi bërë, çfarë mund të bëjmë ndryshe, çfarë mund të rregullojmë, çfarë mund të heqim, çfarë mund të shtojmë për vitin që vjen. Edhe marrim disa zotime. Sigurisht që mund mbajmë vetëm 20% të tyre, po kemi guximin që të marrim disa zotime. Për ju, çfarë do të fshinit nga viti që lan pas dhe çfarë doni që të merrni me vete? Për mua, dua të fshin ngarkesën e madhe që kam, që ndonjëherë do me thënë të mbyt, edhe ti nuk ke kohë. Dhe ne gjithmonë njerëzit flasin për atë fazën e burnout. Por ndonjëherë, po, ndonjëherë ti ke nevojë të rish thjesht në heshtje edhe të kalosh atë kohën tënde të qetë me Perëndin. Dhe numër 2, që të këshillohesh me Zotin për çdo vendim që ti merr. Çfarëdo, sado i vogël, çfarëdo qoftë, këshillohu me Zotin, pastaj vendos për diçka tjetër, për vitin që po vjen. Dena. Mua po më kujtoheshin të gjitha herët që kam shkruar në blog, edhe atë 20% që në tënë që nuk di nëse është as 20%. Megjithatë është një traditë shumë e bukur, edhe shpresoj të jem më e shëllimshme për vitin që vjen. Një nga gjërat që shpresoj të kem lënë pas, mendoj që po, ka qenë pak ajo që tha Ledi, do të thënë ndonjëherë jemi në shumë gjëra pa prezencën e Perëndis. Kjo nuk do të thotë që nuk bëjmë gjëra për të, por do të thotë që nuk ndalojmë për të dëgjuar zërin e tij. Edhe është pak si historia e Martës edhe Maris. Marta në të vërtetë ishte duke bërë një punë shumë të mirë, po mundohej që të respektonte Perëndin që kishte ardhur aty dhe dishepujt. Por Maria ishte të gjunjë të Zotit. Pjesën më të mirë. Po, edhe nuk do t'i hiqej kurrë. Okej, nuk kemi luksin që të qëndrojmë ndoshta shumë kohë gjatë ditës son, por le të fillojmë me pak. Le të fillojmë me pak minuta në mëngjes, një kohë devocionale, të shprehim Zotit shqetësimet tona, të mundohemi të dëgjojmë zërin e tij dhe mos bëjmë asgjë pa prezencën e tij. Së fundmi më shkujtuar ajo që thot Mojsiu që Perëndi mos na nisë këtu nëse nuk vjen me ne. Ne kemi shumë plane, shumë projekte në mendjen tonë, po janë njerëzore. Edhe si njerëz jemi të kufizuar në kohë dhe në hapësirë, kështu që nuk do të thotë që gjithmonë gjërat që ne mendojmë do të jenë suksesshme për mbretërinë e Perëndis. Edhe është e rëndësishme çfarë ai mendon për mbretërinë e tij, kështu që shpresoj që të kem përulsinë e duhur vitin që vjen për të dëgjuar më shumë zërin e tij. Amen.
Edhe unë në fakt kisha të dyja këto që thatë juve, të merja pak kohë, thjesht që të dëgjoja nga Perëndia. Se ne na duket sikur edhe kur jemi duke nxituar, jemi duke dëgjuar. Por realisht është një gjë, një përjetim krejt tjetër, kur ndalesh vërtet dhe dëgjon vërtet. Këtu dua që ta mbyllim pjesën e parë të programit. Ledi, ndoshta do të ndash një urim për dëgjuesit tona, sepse Ledi nuk do të jetë në pjesën e dytë të programit. Atëherë për gjithë dëgjuesit, një vit të ri sa më të mbar dhe qofshi të lidhura ngushtë me Zotin. Faleminderit Ledi, Dena ndërkohë do vazhdoj me pjesën e dytë të programit. Krishti është vetë dashuria. Krishtlindja është festa e lindjes së Jezusit, por është edhe festa e një shprehjeje të jashtëzakonshme të dashurisë së Perëndisë. Dhe kur themi që Jezusi është vetë dashuria, nuk flasim për një metaforë të bukur, por për një realitet që ndryshon jetën. Dashuria nuk është diçka që Jezusi thjesht e predikoi. Ai është mishërimi i saj. Çdo hap që bëri, çdo fjalë që tha, çdo njeri që preku, ishte një shfaqje konkrete e dashurisë që nuk kërkon shpërblim dhe nuk ka frikë nga sakrifica. Kur shohim jetën e Jezusit, vëmë re se dashuria e tij kishte disa tipare që e dallonin nga çdo lloj dashurie njerëzore. Ajo ishte një dashuri që afrohej, jo që tërhiqej. Ai u afrua me të papërsosurit, të sëmurët, të varfrit, ata që shoqëria nuk i vlerësonte. Ai nuk i shmangej askujt, nuk ishte frikë nga plagët e njerëzve, as nga historia e tyre. Përkundrazi, dashuria e tij i shëronte. Ishte edhe një dashuri që kuptonte. Jezusi nuk e shikonte njeriu vetëm nga ajo që ishte në dukje, por nga ajo që mund të bëhej me hir. Ai shihte zemrën, jo gabimin. Shihte potencialin, jo të shkuarën. Kjo është arsyeja pse një fjalë e tij kishte fuqinë të ndryshonte jetë. Dashuria e Jezusit ishte gjithashtu dashuri që falte. Ai fali ata që e tradhtuan, ata që e braktisën dhe madje ata që e kryqëzuan. Kjo nuk është dashuria që njohim zakonisht në botë. Kjo është dashuria që vjen nga Perëndia. Dashuri që nuk pret që t'i meritojmë diçka, por që jep edhe kur ne nuk e kërkojmë. Në mënyrë të veçantë, dashuria e Jezusit ishte dashuri që sakrifikonte. Ai nuk dha diçka nga vetja. Ai dha vetveten. Nga grazhdi i thjesht deri te kryqi. Çdo hap ishte dhuratë dashurie. Dhe kjo është arsyeja pse Krishtlindja është shumë më tepër se një festë ngrohtë familjare. Është kujtimi i ditës kur dashuria hyri në botë në formën më të pastër që njerëzimi ka njohur ndonjëherë. Kur themi sot, Jezusi është dashuri, ne e dim se flasim për dashurinë që nuk zhgënjen, që nuk lodhet dhe që nuk mbaron. Dashuria njerëzore fryhet e shfryhet me kohën, por dashuria e Krishtit është e pandryshueshme. Ajo është e njëjta, dje, sot dhe përgjithmonë. Dhe prandaj Krishtlindja na fton të ndalemi, të reflektojmë, të japim vend në zemër një dashurie që nuk e gjejmë askund tjetër, sepse dashuria e Jezusit nuk është thjesht histori e largët, është ftesë personale për secilin prej nesh, ftesë për të hapur zemrën, për të shëruar, për të falur, për të filluar diçka të re. Ndoshta në këtë sezon festash, pikërisht kjo është ajo që na duhet më shumë. Jo më shumë dhurata, as më shumë zhurmë, por më shumë nga dashuria që ai solli në botë. Dashuria që ngroh, që ndryshon, që rindërton dhe që jep kuptim çdo dite të jetës sonë. Kështu ndërsa kujtojmë lindjen e tij, le të kujtojmë edhe këtë të vërtet të madhe. Jezusi nuk është vetëm arsyeja e Krishtlindjes. Ai është vetë dashuria që na mban gjallë, një dashuri e gjallë, e pastër dhe e përjetshme. Ajo nuk na lë aty ku jemi, por na çon drejt asaj që mund të bëhemi. Dhe në këtë sezon festash, ftesa është e thjeshtë. Lejoje dashurinë e tij të hyjë në zemrën tënde. Fjala e fundit për sot është kjo. Sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që çdo njeri që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Amen. Mikesha të dashura, ne ju falenderojmë që qëndruat me ne, edhe shpresojmë dhe lutemi që ta keni shijuar këtë program, po ajsa e kemi shijuar edhe ne në studio.
Ju kujtojmë se mund të dëgjoni programet Shpresë për ty në YouTube të TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025. Gjithashtu ju kujtojmë se mund të ndani me ne historitë tuaja, pyetjet apo kërkesat për lutje, duke na dërguar një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, një email në twralbania@gmail.com ose një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Bashkë do të dëgjojmë në programin e radhës. Stafi i Shpresë për ty ju uron gëzuar vitin e ri dhe kalofshi ditë të bekuara sot dhe në vitin që vjen. Ndoshët programin Shpresë për ty.